sa i kushtueshëm është trajtimi dhe a e përballojnë dot lehtësisht këtë kosto pacientët? Trajtimi i pacientëve me kancer është goxha i shtrenjtë, i kushtueshëm. E mira e vendit tonë dhe i sigurimit shëndetësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut është se pacientët që trajtohen me kancer, trajtimin e tyre e kanë në mbulesë të fondit, domethënë asgjë nuk e kanë të personale, vetë duhet ta paguajnë. Këtu përjashtohen mendoj pjesa e terapisë të vitamineve, domethënë ato që nuk bëjnë pjesë në standardin e trajtimit të pacientëve. Mirë, pjesa më e madhe është e mbuluar nga fondi shëndetësor. Kështu që në këtë aspekt mendoj se është i rregulluar ai proces. A ndjekin pacientët në mënyrë konkrete dhe korrekte protokollet mjekësore, qoftë ajo pas operacionit apo edhe gjatë terapisë? Varet, sepse ka pacient që janë të disiplinuar dhe ka pacient që tash mos t'i quaj jo të disiplinuar, po thjesht që Neglizhent, mund ta theni kështu. Gjithmonë pasi përfundon trajtimi onkologjik, ne ua themi ato follow-up që janë, domethënë ndjekjet e pacientëve janë në një interval të caktuar kohor dhe ne gjithmonë ua caktojmë kontrollat në data të caktuara kur ato duhet të vinë, që t'i bëjmë ato kontrollat e rregullta. Dhe ka pacientë që janë të përpikt dhe vinë, shumica janë të tillë, domethënë, por ka edhe pacientë të tillë të cilët ndoshta janë më të ngarkuar psikologjikisht, thjesht duan ta kuptojnë si një pjesë të jetës së tyre që ka kaluar dhe më nuk duan t'i rikthehen dhe i neglizhojnë në një farë mënyrë kontrollat. Po shumica e pacientëve janë të disiplinuar sepse në një farë mënyrë frikë ka më tepër te pacientët me kancer dhe duan t'i bëjnë kontrollat e rregulla. Ka njëherë bëhet edhe panikë e panevojshme, si forma t'i bëj tumor markerët, që nuk ka nevojë gjithmonë të bëhen tumor markerët, për shembull, si shembull tash ta përmendi këtu, po domethënë janë do gjëra të cilat pastaj më e keq është edhe informohen në mënyrë nga interneti, të them, jo diçka është e filtruar aty. Dhe për shembull vinë me pyetje dhe me frika të cilat janë reale dhe mundohemi t'i sqarojmë këto gjëra. Sa i rëndësishëm është vetë kontrolli mujor i gjirit dhe cilat janë, le të themi, hapat e parë që mundet një grua të njohë tek vetja dhe të dyshojë që mund të ketë kancerin e gjirit. Vetë kontrolli i gjirit është një etapë shumë e rëndësishme për jetën e një gruaje. Pse themi kështu? Sepse kur një vajzë e re, të them një grua e re, kur mësohet ta bëjë vetë kontrollin e gjirit, në fakt atë ne edukojmë se sa i rëndësishëm është shëndeti i gjirit të saj. Jo se me vetë kontroll të gjirit një grua do ta gjejë sëmundje, sepse nëse e palpon, kjo do të thotë se veç është zhvilluar, domethënë ka simptoma. Ideja është që duke e palpuar gjirin, duke bërë vetë kontrollin nga dita e 3 deri në ditën e 5 të ciklit menstrual, një grua e re t'i vërej edhe ndryshime të cilat nuk janë vetëm kancer. Për shembull, te gratë e reja shpesh ka fibroadenomat e gjirit që janë tumore të mira të gjirit kushtimisht të them që si pasojë ndryshimeve hormonale. Domethënë, edhe ajo kur ta palpojë ndryshim do ta bëjë ehun dhe pastaj do vazhdoj me trajtimet e më të tjeshme. Ideja është se kur një grua e re mësohet të bëjë vetë kontrollin e gjirit, ajo patjetër në moshën 35 vjeçare do ketë dëshirë ta bëjë mamografinë e parë. Domethënë e edukojmë gjinin femërore se duhet të kujdeset për shëndetin e gjirit të saj. Andej japim rëndësi vetë kontrollit të gjirit, domethënë si metodë diagnostike.